po edhe moralist nuk bën kështu me vetë. Mendoj Si që do dilet nga kjo? ne mund të spekulojmë këtu, por dramën që e shohim po e përjashtoj inspektoratin sepse mund të jenë persona juridike, fizik që e kryjnë punën me profesionalizëm, por megjithatë beteja edhe argumentimet janë puro politike, do të thonë, ato që shohim edhe në media, edhe në media sociale, edhe Nga të dyja palët, nga të dyja palët. Se? Po, ashtu ishe, ping-pong reagimet, për zotin Rama, çfarë mund të them, kjo i konvenon, krejt kjo zhurmë, sepse kanë kaluar 3 vite e gjysmë gati, dhe nuk mendoj që në atë listën e mira premtimeve që i ka dhënë, do t'i ketë të ranguara realizimet e tyre, përfshi edhe këtë projekt, dhe kërkesa e tij e fundme do t'jetë mua më duhen edhe 4 vite, sepse nuk kam arritur t'i përfundoj të gjitha premtimet që kam thënë. Ashtu si e ka nisur, do më thonë, vetë garën dhe mandatin. E dyta, normalisht, duke qenë zgjedhjet lokale afër e tha edhe Dritoni, beteja politike bëhet më e ashpër, por që teknikalitetet e tilla nuk ishte dashur t'i përdor asnjëra palë, sepse nëse projekti është i pakryer dhe nuk i ka kaluar procedurat që kërkohen me legj, fare thjesht, fare mirë mund të ulen në zyrë edhe mund të kryhen këto punë. Nëse nuk kryhen, nëse komuna e ka dorëzuar projektin final, le ta shohim, ne nuk po e shohim, dhe nëse inspektorati nuk e ka lëshuar vendimin final që mund të filloj puna, sepse i ka përmbushur të gjitha kriteret dhe normativat, atëherë ta dim kush është pala që po pengon. Unë po e shohim as këtë, as atë. Prandaj mendoj që duhet pak më tepër transparencë për të gjithë neve pa dallim. E treta që mund të theksoj dhe kam tepër të rëndësishme, dhe këtu do të flas puro për zotin Rama, si kryetari i kryeqytetit, dhe do ta përjashtoj edhe veten si person politik, do të flas vetëm si qytetare dhe si pjesë e këtij qytetit. Mendoj që atij i ka munguar pjesa menaxheriale. Ne e kemi parë duke prerë shirita, duke bërë selfie poshtë për pjetë, për projekte të prekshme ka shumë pak për këto 3 vite e gjysmë, dhe normalisht ajo që më së shumti i ka munguar është empatia dhe lidhshmëria dhe përkatësia me qytetin. Sinqerisht, ai mund të jetë i lindur këtu, mund të jetë një person që është zhvilluar këtu në moshën e hershme, por që lidhshmërinë dhe njohurinë për lagjet, se si funksionon qyteti, aktorët e ndryshëm, përgjegjësitë që i kanë, respektimin e niveleve institucionale apo edhe të spektrit qytetar dhe të shoqërisë civile apo edhe aktorëve të tjerë që mund ta ndikojnë, të gjithë janë të përjashtuar nga proceset për qytetin. Përtej disa ndërtuesve dhe disa kolegëve të tij. Po e përmendi këtu kontratën për arkitektin e qytetit. Shikoni, nuk mund të themi se ka mungesë të resurseve, sepse ajo kontratë është bërë pikërisht me këtë mbulesë. Dhe çfarë shohim ne, janë disa fotografi ajrore, me disa layers me ngjyra sipër që studentët e arkitekturës në vitin e 2 e 3 i bëjnë, po njësoj. Është një kontratë prej 12 milion euro. Fiks. Dhe këta arkitektë, nëse shihni listën e arkitektëve që janë aty të listuar, dhe nëse e shihni terms of reference, do më thonë, përshkrimin e aktiviteteve që do duhet të bëheshin me atë kontratë, krejt këto procese që po i flasim për këtë projekt janë të përfshira si hapa që duhet të bëj ose të ndihmojnë në proces. Qytetit në këtë projekt? Tani unë nuk e di sakt, e di që është prezantuar ky projekt në një konferencë. Nëse më lejohet se në një konferencë të tillë, këtë lidhje. Por megjithatë, ne mund të kemi paragjykime, gjykime, meqenëse se nuk kemi informacion, nuk ka debat për ne dhe nuk ka transparencë për proceset për qytetin. Prandaj dhe mund të ketë pastaj hatërmbetje dhe mund të ketë këso lloj konfliktesh. Nëse një grupacion i njerëzve që është kontraktuar me 12 milion euro ka termat e referencës për XY procese sepse nuk ka kapacitetet mjaftueshme në kryeqytet, okej, po e pranojmë, le të ecë përpara kryeqyteti. Kontrata me sa di unë është pezulluar pikërisht për faktin që çka është punuar dhe se është raportuar, dhe më thonë, në procese, dhe më thonë lë shumë për të dëshiruar. Shumë shpejt të kontrata po, dhe më thonë shaku e ka bo këtë projekt. Problemi është që kontrata është në nëhetime dhe ka bo në një kohë që kontrata shërbimi arkitektit qytetit është në nëhetime. Po, asta kam po në të temat të referencës nuk ka planifikim kontrata. Besoni, shiko Elis që këshurë mirë, është shërbime edhe e ka
ka planifikim, e ka për raste emergjente, diçka kështu, për emergjenca. Pra, nuk ka referencë se kush e ka punuar. Jo, nuk, në kushte ligjore do duhet që Komuna Prishtinës ta tenderonte, ta përzente një kompani projektuese me... Bënte proces të hapur të prokurimit. Ku ma thane do të nivelloshën e qytetarët. Edhe konkurset janë brenda mandatit të arkitektit qytetit, organizimi konkurseve, ekspozitave... Në kundërshtim me ligjin e prokurimit publik. Pajtohem aty, ajo është tim tjetër, por me gjithat krejt këto procese janë të përfshime në atë... Po si është e mundur gjithë këto shkelje në një projekt nga një kryetar që është vetë arkitekt dhe që ka, le të themi, një dy njerëzisht profesionist të fushës, gjithë arkitekt, me arkitektin e qytetit, për cilën po ashtu është bëzhurm, është kritikuar... Krejt qytetin e shesin një letër dhe mundësimi bodë projekte. Veç që shto është, unë nuk më ndryshe me përkthy këtë proces që ndodhë në Prishtinë për momentin. Okej, mendoj që qëllimi në fundit nuk ka qenë i keq, qëllimi ka qenë i mirë, dhe më thënë, përgjedhja një arkitektit të qytetit i cili kishte me kontribu. Ata që adestet ju me thënë se në mënyrë mësme, si me thënë si shortcut, mësme i prit procedurat e prokurimit, për me pas të një mjet i cili kishte me të zgjidh disa projekte... është në kundërshtim me regullat e tregut lirë, edhe ligjit prokurimit. Po ka shpejt. është edhe forma e tenderimit që projekti ka gjigant. me venjësi mundet me shku. Ajo është kontrol për emergjenca. Beson, shikojmë Jo për qefe, jo. Po du mund dalë të termi se krejt problemet kanë lind pikrisht nga shërbimi, zyra për shërbime, të shërbimi i arkitektit të qytetit. Nuk mirë na me kontratën e tyre, por këtu duhet mu vu theksi. Ky shërbim nuk mund të projektoj. Ky projektim, praktikisht ky planifikim, para se me dal një konkurs, para se mu bo një detyrë projektuse, kërkon një procedur tjetër me kalu. është hapësirë e madhe, ka rëndësi të madhe. Çfarë destinacioni? Duam rrugë, duam shetitore, duam qendër tregtare, duam gjelbrim. Do më thonë, duam i me ditë çfarë duam ne në këtë hapësirë. Dhe çfarë duam nuk është çështje e individit, po ka metodologji pune të caktojmë çfarë duam ne prej kësaj hapësire. Me një fjalë ka mungu projekti i Pastaj shkon hartohet detyra projektuese me kushte dhe kritere, duke përfshi edhe Instituti i Kosovës për mbrojtjet monumenteve, kushtet saj për këtë aspektit, trashëgimis kulturore dhe del konkurs, ka me thirrje, ka konkurs të hapun, ka ndërkombëtar dhe mbledhen idet, kreativiteti. Bëhet një koncept, zgjedhet një koncept dhe vijohet me procedura tjera të projektimit ideor, kush e fiton, dhe krejt kjo bëhet në rrugë shumë transparente. Sa i përket një projektimi, unë vetë, personalisht, e kom pa kështu prej s'largu në TV, një 3D, Instituti është raportuar që por Instituti i Kosovës për mbrojtjet monumenteve e ka shiqu atë projekt dhe ka vlerësu sipas kompetencës së tij se duke përmbush kriteret që të miratohet, do të thonë, nuk lëshohet pëlqim, po u miratu një plan, e kanë analizu planin, projektin, dokumentacionin, kanë konstatu që është komplet transformim rrënjësor me volume, forme, përmbajtje, materializime, e kanë dhonë verdiktin e vetë dhe kanë ardhur në përfundim se nuk munden me finalizuat vlerësim, mungojnë informacion.